Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier ka zhvilluar sot analizën vjetore për vitin 2024. Të pranishëm në këtë takim ishin përfaqësues të prokurorisë të drejtorisë vendore të policisë, kryeprokurori Elion Mustafaj, përfaqësues i prokurorisë së përgjithshme Sajata dhe Erion Fezullah, përfaqësues i KLP-s. Në fjalën e tij, prokurori Mustafaj tha se në këtë vit përparësi ka qenë trajtimi i veprave penale problematike që shqetësojnë komunitetin e qarkut Fier, narkotikëve, veprat penale kundër mjedisit, kundër lojrave të fatit e të tjerë. Për vitin 2024 janë trajtuar nga 4528 procedime penale, 2086 janë regjistruar në vitin 2024, ndërsa 2428 të mbartura nga vitet e kaluara. Në lidhje me hetimet e subjekteve të posaçme dhe me interes të lartë publik, vlen përmendet se gjatë muajit mars 2024 regjistruar një procedim penal për një deputet të Kuvendit të Shqipërisë dhe 6 persona të tjerë në hetim për vepra penale shkelja rregullat mbrojtjes punës, shpërdorimit e detyrës e tjera, me 2 viktima persona të vdekur. Ky procedim penal është kaluar për kompetencë vendore në provincën e posaçme. Hetimi i këtij rasti është një shembull shumë pozitiv eficiencë në kryen e hetimeve jo vetëm për përballimin e presionit publik, por edhe për mirëorganizimin e punës, drejtimin e hetimeve në vendngjarje nga prokurorët, ndarjen e detyrave, si dhe veprimet të shpejta të oficerëve të policisë sore, të shërbimeve dhe të seksionit. Konkretisht, brenda një kohe rekord, vetëm për 6 ditë, me një shumëllojshmëri veprimesh, përfshirje dhe ekspertime, u arrit të bëjë dokumentimin e ngjarjes.